Për shëndetin nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur me përgatitë një torator për ndryshe sallat me kastraveca ose tzatziki që i thojnë pra këtu në Gjermani. Krejt çka na nevojiten për përgatitjen e toratorit që bëhet tepër i sheshëm janë 500 gram me kost kullum. Kosën që e keni normal të zomën në shtëpi, vetëm e kulloni në kulluse ose në një cedil, siç e themi ne ka una dugaxhinit që ta lëshon hirën. Edhe të mbet kështu, pra ka si kullum. Një kastravec, e kemi gryn e gryse edhe e kemi ndrydh mirë derisa e kalshu krejt ujin. 200 gram me shmand. Kopër, ose e terur, ose e freskët, për ndryshe këto del në Gjermani. 5-6 thelbi hudhër i kemi ndrydh. Një lugë të qajit me krip, gjysmë lugë të qajit me biber të zi, si dhe vaj ulliri. Kjo është për bersit, pra këta janë për përgatitjen e toratorit që bëhet perfekt, pra. Marrim bismillah, kastravecin e kemi gryse, qesim në in, e shtojna kosën e kulluar, thelbet e hudhrës, kripen biber e zi, kopër e terur, $200 gram me shmand, e kemi qitë shmandën, tash marrim vaj ullirit. Edhe i përzina të gjithë përbersit së bashku. Edhe toratori është gati, ashtu siç duhet me qenë, pra është e trash. Tamam torator që ka shije perfekte. Nuk duhet me qenë pra i holl, sepse për të holl e kemi kosën e trozum ose ajran kur të përgatitim. Kështu që kjo torator, kur të përgatitni, ose tzatziki për ndryshe, super shije ka, sidomos tash për kohrat e nxehta kur të bëni grill, që shoqërohet pra me çebapa, me misht pules, me qofte e servani pra në pjatë. Shije perfekte, që ja vlen ta provoni secila. Tash koha e nxehtë, shkojnë pra këto ushqimet. Juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Faleminderit për përkrahjen që më bëni, komentet e bukura. E deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pofshim.